Mirëmbrëma. Mos nxjerrja e rezultateve të Vorës dhe njësisë 10 nga KQZ me një vendim arbitrar që bie ndesh me logjikën e votimit elektronik, me traditën e shpalljes menjëherë të rezultatit, si edhe me vetë arsyeën e investimit jo të vogël që është bërë për infrastrukturën elektronike. Është një vendim arbitrar, i gabuar dhe zhgënjyes për rolin e KQZ si garanti sovranit popull e jo i nevojave taktike të partive politike. Jemi të keqardhur për këtë dhe u bëjmë thirrje Partisë Socialiste të Vorës, si edhe mbështetësve tanë në Vorë, të ruajnë qetësinë. Rezultati është në kuti dhe mos keni asnjë dyshim se asgjë dhe askush nuk e ndryshon dot atë. Ju jeni dallëndyshja e parë e një fitoreje që do të jetë e paharrueshme në historinë e Partisë Socialiste. Urime, urime, urime. Të gjithë socialistët e përfshirë në proces, në të gjithë Shqipërinë, duhet të ruajnë qetësinë, të shmangen provokimeve dhe të nxjerrin me durim fitoren nga kutit ku populli sovran ka kyçur vendimin e tij historik. Ju falemnderit.